بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وصحبه أجمعين. Falëndërim të akon Allahut, mëshiruesit, mëshirëmbërësit. Salavatet, paqe, mëshira, Allahu të qoftë mbi profet Muhammed, familjen e tij, shokët e tij, e pasuesit deri në ditën e Kiametit. Selamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dashur vëllezër dhe motra, sonë doja të flasim pika të shkurtra, shkurtimisht rreth islamit, historiografisë shqiptare, këndvështrimit ndryshe, se si shihet, si qaset historiografia dhe sa themelore është ajo në formimin mendor të gjeneratave të reja, dhe sa e rrezikshme është ajo, ose sa frutdhënëse do të ishte. Të gjithë jemi dëshmitar okular, duke filluar nga unë i pari. Jemi rritur në të shtetë regjim bileze, tani sot e kësa dite i kemi libra shkollor, me të njëjtat tekste. I kemi parë që flitet për një islam që ka ardhur me dhunë, me vrasje, me prerje, me përdhunime në Shqipëri, sikur na ndaluan hovin e zhvillimit, sikur kishim universitete, si ai Ndurësit, me fjalë sigur ne ishim epiqendra e gjithçkaje. Këto ju ushqen vazhdimisht shqiptarëve, me fjalë një mbajnë gjallë një mit, edhe kjo ka ato prapavijat e veta. Unë do ta shikoj sot në këndvështrimin e historiografisë, me fjalë në rrethet akademike, se çështë si ndahen, çfarë kategori ndahen historianët akademikë shqiptar. Edhe çfarë thot rrethi akademik botëror në qasje me faktorët shqiptar ose historikë në tyre me ardhin islam tek te. Po pikërisht në radhët para duhet të përmendja dy shkurtimisht por të hedhur gjitha poshtat e tabut e këtyre. Ne do të bëjmë pyetje vetë se kush ishim ne në mesjet, çfarë feje kishim, nga kush ishim të pushtuar. Bëhet fjalë por mesjet në para se të vinte shteti Osman në Ballkan. Shqiptarët ose trevat tona që njohim ne si trevat tona etnike kanë qenë nën thundrën bullgare për 200 vjet, pastaj nën thundrën serbe për 200 vjet tjera, këto që nuk u thon asnjëherë shqiptarëve. Nuk u thyet se në mesjetën e hershme ishim nën thundrën e bullgare serbe, dhe këtë thon shumë akademik të njëjtos perëndimor, akademia jone lën jashtë, nuk kanë shkallon komplet. Vetë fakti që ne sot e kësaj dite kemi edhe shumë toponime slave nëpër trevat tona është fal asaj si themi ne atij pushtimi brutal, po kjo i lihet jashtë shqiptarëve. Në të kundërt do thuhet sikur ne ishim në epiqendrën e botës, më zhvillim sigur. Edhe pse gjithë Europa perëndimore ishte në errësira të si në Dark Ages, fjalë, ne na thuhet sikur ishim zhvillim si. Pra, kjo është e para. Po për ta hedhur poshtë edhe tezën kryesore më të fortë se sikur Islami erdhi me dhunë, përveç se ne muslimanëve të bindur se dim se la ikrahe fi din, nuk ka dhunë se. Edhe vetë nga poshëm nga faktet historike. Shteti Osmanlit kanë ardhur si dihet në shekullin e 14, kanë filluar të vinë në trevat e Ballkanit. Tani, po i hedhim një sy historikut shqiptarët, edhe pse gradualisht filluan në mënyra fazës shumë graduale filluan të paraqafojnë islam, po në mas, ose shumë nga historianët dinjitos pajtohen është shqiptarët në mas filluan të paraqafojnë islamin në mas në shekullin e 17. Shekulli 17. Pa diçka se shumë shqiptarë u liet më njanë dhe nuk e di sot e kësaj dite. Çfarë nuk kupton kjo nën vete? Kjo nuk kupton këtë. Osmanët kishin ardhur tokat tona në shekullin 14, shqiptarët pranuan islamin në mas në shekullin 17. Kjo në vetvete tregon se islami nuk u përhap me dhunë, por pas 3 shekujsh. Me fjalë njerëzit ishin të lirë, të praktikon fetë dhe kushtin dhe gradualisht shqiptarët e përqafuan islamin 3 shekuj më vonë. Kjo vetë tregon indikon se islami u përqafua
pavon. Ky është fakt. Por si kjo e lihet me një anë nuk po tregohet shqiptarëve. Një tjetër gjë që e lidh shumë me këtë, me ardhja islame, me fjalë që tregon vetë, që doja të përmendja domun është pikërisht në shekullin 17. Dhe këtu lidhet edhe kjo pjesa që të thoja unë dhe për qafin islam shumë ishte kjo. Ka të bëjë me rrethimin e dytë të Vjenës. Edhe pikërisht me kryqëzatën që u pasoi pas asaj në trevat tona. Ishte një kryqëzatë shumë gjagatare e iniciuar nga Vatikani dhe e organizuar dhe me përkrajen e Pjetër Bogdanit, sigurisht një me si një adeptar kombëtar, me fjalë është komplet e kundërta. Nëse hedhim një histori, historikut, historisë ka bërë një qivenduri të papar. Shqiptar bëhet fjalë. Nuk e gëlltisnin ndonjë fakt se shqiptarët ishin kthyer në mas, ishin në proces komplet dhe kjo nuk shkonte për shtat. Kishin quar emisarët e tyre punonin vazhdimisht. Gjithsesi, kur me dështimin e Osman për marrjen e Vjenës në 1689, pastaj këta e panë si një rënje e shtetit Osman dhe ju vërsulën treva shqiptare. Ky ka bërë një bashkëpunim me kryeën e kishës ortodokse serbe, edhe Piccolominin që ka qenë një nga austriakët me heritage ose si me rrenë italiane, edhe kanë përdhunuar, plaçkitur, kanë djegur epiqendra, qytetin më zhvilluar shqiptar. Me të vërtetë ka qenë shumë zhvilluar Shkupit, me Dresen, gjithçka që kishte rreth e rrotullt. Edhe pastaj kjo thjesht vetëm pse ishin bërë musliman, asgjë më saktë. Gjithsesi, kjo ishte historike asaj. Në fjalë ka të bëjë me shekullin e 17. Atëherë ku ishin shqiptarët me të vërtetë kishin përqafuar islamin. Pjetër Bogdani në ato korrespondenca ka jetuar edhe në ato kohë. Edhe ajo ndodhi, po kjo nuk përmendet fare në historinë shqiptare. Fjalë kjo lihet komplet me një anë. Unë këto sot po citoj profesorin e Oxfordit, Cambridge, Sir Noel Malcolm, është një nga balkanologët ose albanologët më të mëdhenj të kohës tonë. Dhe ai i përshkruan vetëm me këto nota Pjetër Bogdanin, nuk jam unë, se dikush mund të arrijë se me të vërtetë ti je një shqiptar musliman, patjetër që ta shash Pjetër Bogdanin se është katolik. Jo, unë i bazoj në fakteve dhe jam i më shoj idesë që jam gati të ballafaqohem me kodojnë që do të bëj një debat të shëndosh akademik edhe me fakte. Kështu që këta janë që u lidhen në rësirë. Edhe një tjetër që u lidhet shumë në rësirë, se është shumë e panjohur për shqiptarëve. U thuhet shqiptarë sikur ne kemi fituar pavarësinë kundër portës lartë në turqe në 1912. Edhe kjo nuk është absolutisht e vërtetë, komplet e kundërta. Kanë qenë vetë elita e kohës shqiptare që kanë insistuar që të kemi një autonomi nën perandërinë, nën shtetin osman, sepse e shihnin si rrezik të pashmangshëm faktorin slavo-ortodoks. Edhe ashtu ata kishin shumë drejt, ashtu ndodhi. Po duhet të thënë një fakt që me të vërtetë porta e lartë e njohu Shqipërinë ose me të 4 vilajetet e veta. Edhe në ato procese sa po ishte për të bërë formulimin, për të zyrtarizuar në gjithë botën. Atëherë kanë rënë me fjalë trevave shqiptare si në Kosovë, si në Janin, si në Manastir. Edhe për të bërë mos të ekzistojë një Shqipëri e tillë. Dhe ka qenë gjithçka e orkestruar. Kam përdorur si levë të brendshme turqit e rinj ose Gjon Turqi që i njohim ne. Shumë nga elita shqiptare e kohës ranë pre dhe bashkëpunuan me Gjon Turqit. Kur e kuptuan ishte tepër vonë, kishin dëmtuar edhe veten edhe halifatin, edhe pastaj sollën dhe edhe dëmtimin ton mbar kombëtar. Rikuperimi është shumë i dobët dhe i vakët, në fjalë nuk arritën ato që deshëm. Ku nga Shqipëria ishin mbi 88.000 kilometra katorë ngelen vetëm 28.000 te Shqipëria e vogël.
shumica trevave etnike shqiptare ngelen jashtë. Dhe këto ishin disa nga pasojat. Kjo më pika shkurtra me fjale historikën e Islamit. Çfarë do të shtoja më tepër? Historiografia shqiptare, me fjalë ajo që njohim ne si histori e shkruar në trevat tona nga akademikët tanë ose ajo që ushqehet shkollave mesme fillore apo fakulteteve proto, ndahen në 3 kategori. Kemi në kategorinë e parë kemi historian, thojza, me fjalë që vijnë nga radhët e që do thojë unë radhët e jo muslimanëve. Këto e kanë kapëluar historiografinë shqiptare. Çdo botim libër për shkollor, gjithçka, këta janë ata që vulosin, këta me fjalë janë e kanë kapur. Në to shtatet, qytet formimin shqiptar këtej. Këta bëjnë këto qëllimisht të manipulime, sot në 100 vjet. Edhe këta kanë një urrëti të verbuar të përqartur kundër shtetit Osman. Edhe qëllimet janë diet manipuluese, edhe do të pyes veten se pse mbajnë gjallë një agent, një urrëtie të tillë, edhe pse shteti Osman ka mbi 100 vjet që ka rënë. Mbajnë gjallë një agent të tillë qëllimisht, është e qëllimshme kjo, që të distancojnë shqiptarët e thjesht nga feja e vet. Trosh Muhabeti, folati çik më popullorëshe. Kurse në kategorinë e dytë ke historianë tjerë që nuk do të janë jo musliman, mund të kenë edhe rënë diku muslimane, po nuk janë praktikanë, po janë me fjalë janë gjysmak historian. Ka marr shumë nga doktoratura tyre me pleqjatura, edhe pretendojnë të jenë historian. Edhe këta janë gjysmak, këta thonë gjysmë të vërteta, gjysmë jo të vërteta. Prapi më shojnë agendave sigur Peranderia Osmane në Alan Brapa. Edhe fjalë janë qesharak në vetvete, mua themu se historiografia shqiptare nuk merret seriozisht nga asnjë rreth, fatkeqësisht nga asnjë rreth perëndimor. Fjalë nga akademik më dinjitos. Pse? Pikërisht sepse është e uzurpuar e manipuluar. Kurse në kategorinë e tretë kemi ca në historian, ajo në Pakis, kemi fjali grusht në historianë shqiptar, që janë ndershëm dhe mundohen ta përqojnë mesazhin e saktë të asaj çfarë kemi si histori tonë, po këto lihen jashtë nga Akademia e Shkencave Shqiptare, nuk merren parasysh. As librat nuk kanë manipuluar ose nuk i nxjerrin asnjë në pa, sepse dihet që do të përqojnë mesazh ndryshe dhe ato pikërisht shkon kundër agjendave tyre. Unë do të citoja këtë Noel Malcolmin, që thotë diku janë 50 vitet e komunizmit për të faqësuar përqenjen në Ballkan ose në Shqipëri më saktë se sa 500 vjetet e Osmanëve. Me fjalë ju desh një britaniku, një historian britanik që do konstatoi diçka që shumë mirë historianët shqiptarë mund ta thonin për ditë. Po kjo në vetë tregon se sa të manipuluar, sa të kapluar, sa janë trevat tokat shqiptare, populli jonë, vëllezërit e motrat tona gjithandej. Kanë rënë prej e këtij manipulimi, kësaj trushplarje edhe vazhdon të ushqehet një agjendë e tillë. Edhe kjo më dhem shumë të drejtën, unë ja kam dedikuar gjithë kohën energjitë e mia kësaj që për ta përquar një mesazh ndryshe, pa që të arrijë ideja të ku mundem që shqiptarët ta kenë një fjalë edhe këndvështrimi tjetër, jo vetëm ato se çfarë ushqehet në për libra shkollor apo mediat ose mediat vizive sot për sot që kanë kapluar ekranet tona për ditë. Po unë do të shtoja më tej, do të thosë se cilat janë nga këto efektet e kësaj historiografisë së manipuluar. Çfarë efekte negative ka për ne si komp. Për shembull, kjo historiografi e manipuluar në vetvete na bën ne si popull të urrejmë të kaluarën tonë 500 vjeçare. Ishin peshqekujt më lavdishëm pothuajse shqiptar. U njohëm nëpër gjithë Ballkanin Mesdheun dhe krejt Evropën. Por udhëntit tona, por aftësitë tona, por shpirtin tonë luftarak, me na shihni njerëz me dinjitet. Kemi qenë guvernator, kemi qenë pashallar, kemi qenë vezir, sadrazam, kemi qenë
guvernator nga gjitha cepet e pothuajse e perandorisë. Me fjalë, është diçka që shumë e kanë ëndër shqiptarët e kishin në pllumën e dorës. Me fjalë kjo, në vend se shqiptarët sot të krenohen me një të kaluar të tillë, ato e shohin me turp, se ishin pjesë asaj. Pse? Fal kësaj historiografie të manipuluar. Edhe një dua ta thek që tash më herët në fjalë. E dyta është se shqiptar çfarë afekti shka tjetër, se nuk u tregon shqiptarët se sa të përçmuar, sa të shtypur ishim nën slavët e këtë, edhe me ardhin e Osmanëve, shqiptarët filluan të rimarrin tokat e tyre. Në fjalë se nëse shikon hartën mes jetës, them pas exaggerim, serbët deri në art kanë qenë, ka pas marrë gjysmën komplet janë inë, mos më thënë deri në more. Edhe për 200 vjet kanë qenë pushtues shumë barbar me dhunë, edhe kanë përdorur edhe hekurat nxehtë në ball për ata që nuk identifikoshin si slavë. Edhe në fjalë, në anën tjetër, një historiografi e tillë që kemi aktualisht nuk i tregon shqiptarëve se Islami nuk u thon të drejtën, që Islami nuk u përhap me dhunë. Por në fakt ishte u bë barrierë kundër asimilimit në slavë dhe grek. Pse e them këtë? Sepse ashtu ishte, se nëse i hedhim një sy mes jetës, shqiptarët ishin me të vërtet në një trusni të fortë kundër kishës serbe dhe greke për një asimilim të fortë, sepse shqiptarët në atë kohë nuk kishin një kishtje, ata kishin liturgjinë e tyre në të dy gjuhët e tyre, dhe ishin një proces asimilimi të fortë. Me ardhin e Osmanëve, shqiptarët filluan të rimarrin tokat e tyre gradualisht, përçafuan Islamin dhe në vetvete si musliman u bën barrierë nga në asimilim në një kombëtit. Dim shumë se nga fise shqiptarët që kanë asimiluar sot nuk e ndikohen më si shqiptar. Pra që të thojmë, kjo një histori e tillë e manipuluar ka efekt dhe vetë, sepse të bën urresh verbrisht, me pjesë të kaluarës tënde, heronj ose adetar, që ata disa i quajnë tradhtar, të anasjellësh, na bëjnë që i vëllëzojmë ose heronj tjerë që nuk meritojnë të jenë edhe heronj. Kështu që janë tema që tabu që ka njerëzit edhe nuk guxojnë t'i prekin, sepse aq e fortë është aq i fortë manipulimi dhe dominimi i kësaj mendvete. Çfarë do të thoja unë kështu, është për të ardhur keq, në çfarë pike është kjo, me vërteta duhet dalin pa gradualisht, se s'ka se si ndryshe, po duhet një sensibilizim mbar kombëtar, sidomos në rrethet tona shqiptare muslimane, që ta dinë të vërtetën, se shumë edhe nga muslimanë nuk e dinë si të vërtetë, që ta dinë se ku qëndrojmë ne, e pse qyshte, ku t'i bëjmë pyetje vetes, se mos të na manipulojnë fëmijët edhe vetja që të ecim përpara të denj, e mos kemi turp as nga e kaluara jon, as nga që jemi ne, sepse me të vërtetë është një luftë e qëllimshme islamofobe që ka me agenda anti-islame, në fjalë për konvertimin e shqiptarëve në fe tjera ose ndryshe të bëjmë me tema tjera, po unë kështu e shoh. Me fjalë gjitha historiografia e manipuluar luan një rol kyç në këtë pjesë, dhe është për të ardhur keq që shumë akademik shqiptar nuk po ngrihen nivelin e duhur në Shqipëri ose në gjitha trevat shqiptare, dhe t'i thonë mjaft është mjaft, dhe t'i kthehemi edhe një historisë e vërtet, edhe të hapim arkivat e vërteta, edhe të rishkruajmë historinë tonë nga fillimi me faktet që kemi. Unë sot vetëm do të citoj edhe një nga libri i Vashëpas, se qëllimisht nga një vëgjej kështu nga jo musliman, akademik o historian ose rilindas, për t'u thënë, për shembull se nuk janë fjalët e mia, janë fjalë dikujt tjetër që janë kundra asaj që është ushqyrja. Sot do të citoj Vashëpasën në librin e tij që ka shkruar në 1879, bëhet fjalë një vit pas lidhjes së Prizrenit. Diku në fakt në libri titullohet E vërteta mbi Shqipërinë dhe shqiptarët, u ka marrë një paragraf vogël edhe ku thot në faqen 39 dhe faqen 40 artikullon ku ndër të tjera thot 5 sheku të përbashkët me shtetin Osman,
provuan ose konstatuan të jeni vetmi shans i mbijetesës dhe sigurisë së shqiptarëve. Ishte ky bashkim, union, që u garantoi shqiptarëve ekzistencën e tyre në linjë me dëshirat dhe aspiratat e tyre. Ky bashkim nuk cungoi apo dëmtoi as pak identitetin e tyre kombëtar apo gjuhën e tyre dhe traditat e tyre. Nuk transformoi karakterin e shqiptarëve dhe nuk rrezikoi ekzistencën, nuk rrezikoi rezistencën në aspektin racor dhe kombëtar. Pra, muslimanët shqiptar janë shqiptarë njësoj si të krishterët. Muslimanët dhe krishterët shqiptar flasin një njëjtën gjuhë, ka njëta sjellje, zakone dhe tradita. Shqiptarë muslimanë dhe krishterët nuk kanë patur urrëtie o hasmëri. Me fjalë flet për edhe po e lek me kaq. Me fjalë çfarë do të thonë? Me fjalë kjo në vetvete si e shikoj unë. Se shumë njerëz më shohin se ka pasur harmoni ndërmjet shqiptarëve, e kuptoj, jo njerëz shqiptar, shqiptaria ka patur harmoni. Po, ka patur harmoni. Edhe kjo fal shumicës muslimane. Kjo vetë flet për Islamin, se sa tolerant ka qenë Islami. I kemi respektuar një lloj si vetveten, kam patur hapësirën e tyre, i kemi trajtuar një lloj, nuk kemi pasur diskriminim. Se kjo në vetvete e thot vetë për Islam se shumica, sepse në fund fare ne ishim shumica. Imagjino të ishin tavolinat ndryshe, ata shumica në pakicë, a do kish një harmoni tillë. Pra, ka patur harmoni në radhë parë kjo fal faktorit shqiptar musliman që ka qenë gjithmonë bazuar në fenë e tyre fisnike dhe ka arritur në pikat ku jemi sot. Me fjalë kemi patur ato e janë shtylla kryesore e asaj që quajmë kom shqiptar sot për sot, me fjalë musliman shqiptar. Unë kaq kisha në aspektin e kësaj, nëse kena pyet diçka tjetër, mundem të përgjigjem vllai, po për momentin nuk po më diçka tjetër për të thënë. Allahu shpërbleft. Okej, selam aleikum. Selam aleikum hoxh. Wa aleikum selam wa rahmatullah. Mirë se na erdhi dashur. Mirë se ju gjetëm. Inshallah vazhdo ti ke radhën. Allah e shpëbleft, Allahu Nazemin për këto sqarime që i dha në lidhje me çështjen historike të depërtimit të Islamit te populli shqiptar. Fakti historik i cili tregon 3 shekuj që shqiptarët se kanë pranuar Islamin është një argument shumë i fuqishëm historik për tolerancën e Islamit dhe mos përdorimin e dhunës në imponimin e Islamit. Fakt shumë i rëndësishëm. Te muhabeti i fundit i Vaso Pashës, mendoj mjafton fakti që ka qenë guvernatori në Liban, në atë kohë që do të megjithëse ka qenë krishterë, ka pas pozita administrative shumë të mëdha. Pikërisht. Edhe nëse dikush e ka kuptuar realisht politikën e Perëndisë Osmane, ka qenë mu Vaso Pasha, sepse duke qenë një krishter, nuk është diskriminuar, përkundër asaj që dhon pozicion i rëndësishëm në menaxhimin e një toke shumë të rëndësishme strategjike në atë kohë për Perëndinë Osmane që ka qenë Shami, do thotë Levanti. Ashtu. Edhe e punë Pjetër Bogdanit e Pikolominit, normalisht shifet qartë se e ka qenë projekt i Kishës Katolike në pengimin e depërthimit të Islamit të gjithë tokat e Ballkanit, popujt e Ballkanit, po normalisht friga për të deportuar edhe në Evropën perëndimore, sidomos me afrimin e Perandorisë Osmane ka portat e Vienës. Edhe sot unë mendoj se gjithë ta islamofob dhe anti-islamist kur flasin domethënë për këta figura të historisë shqiptare, lufta më e madhe është kundër Islamit, por megjithëse se kanë guximin për ta publikuar një deklaratë të tillë, sepse i zhvesh tërësisht ata domethënë nga maska e thojza të demokracisë dhe mendimit të lirë e kështu me radhë. Ata do thotë flasin për Perëndimin Osmane edhe do thotë
padrejtësi që kinë se Perëndia Osmane ka bërë shqiptarëve. Do thot elita intelektuale shqiptare në lidhjen e Prizrenit ka dëshmu edhe një herë, do thot se lidhshmëria e popullit shqiptar me Perëndin Osmane ka qenë lidhshmëri edhe aleancë e madhe gjeopolitike, nga cila aleancë sa ka fitu Perëndia Osmane, as kemi fitu edhe na. Realisht, mbetja e shqiptarëve popull i madh që jemi numerikisht i dyti në Ballkan pas serbëve, ka ndodhur domosdoshmë fal kësaj marrëveshje politike që kanë bërë shqiptarët me Perëndin Osmane, ku secili ka ndihmuar tjetrin, dhe ndërkohë ka qenë edhe pranimi i Islamit. Pikërisht. Dhe në prizmën e kësaj ajo që doja ta them unë, do thot janë disa pika që në këndvështrimin fetar, pas falëndrimeve të Zotit dhe salavateve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe selameve të përzemërta për gjithë ju që jeni bashkë me ne në këtë kuvent. Lutë Allahun e Madhëshëm që Allahu të shon bekimet dhe mëshirën e vet në këtë kuvent dhe në këto biseda që bëhen. Doja të them edhe një sen lidhje me fjalimin e doktor Azem Kovaçit. Doja të them se na që moti para 20 viteve më shumë kemi insistu tek pjesa intelektuale muslimane që të specializohen çunat në studime historike, që mos kemi nevojë na mos të varemi nga historianët komunistë edhe ata anti-islamist në shpalosin e këtyre historik. Po kemi na historianët tonë shqiptar musliman, të cilët në mënyrë të paanshme do të zbulojnë, do thot, pjesë të historiografitare e cila flet ndryshe për historiografisë komuniste që është ndërtuar në kohën e Enver Hoxhës. Edhe mendoj se kjo do të ishte përgjigja më e mirë adekuate, që mos me lën as hoxhallarët, as mjekët, as do thot politikanët flasin për historinë shqiptare, po kemi referencë historianët shqiptar musliman të cilët në mënyrë akademike dhe në mënyrë shkencore do i asojnë të vërtetat historike para popullit. E tani, ajo që doja të them unë si plotësim i asaj që e tha vëllai Jon Azemi, nga leximet e mia fetare, pastaj krahasuar edhe me ndodhit historike me popullin shqiptar dhe duke konsultuar me disa dietar në lindjen e mesme, kam konstatuar se Islami është kader kozmologjik për popullin shqiptar. Do thot, çka do të thonë kjo kader kozmologjik? Do thot që Islami në dijen absolute të Allahut Madhërisëm është vendosur që të ngjelet te shqiptarët deri në fund të botës, deri në fund të jetës në botë. Edhe kjo është një përgëzim edhe myshdë që lexohet nëpërmes argumentit fetar. Dhe argumentet fetare janë të shumta, mjaftojnë hadithet e shenjave të Kiametit që flasin për 70.000 për bijve të Ishakut që do të jenë çrimtarët e Romës. Në komentin e hadithit 70.000 bijt e Ishakut, dietarët kanë komentuar, kanë thonë ata janë krishterët që janë konvertuar në musliman. Edhe në Ballkan, domethënë populli më i madh që kanë qenë krishterë më herët dhe janë konvertuar musliman janë populli shqiptar. Dhe kjo është e vërtet fetare, e cila është komentuar edhe nga shumë dietarë bashkëkohor në frymën e kësaj, dhe unë duke analizuar historikun e shqiptarëve, sidomos periudhën e komunizmit egër që kishte Shqipëria dhe mbijetesën e Islamit me gjithë atë luftë të egër që është bërë kundër Islamit, konkretisht me gjithë që është bërë kundër të gjitha feve, dhe mbijetesën e Islamit, dhe tani elhamdulillah rikthehemi njerëzve në Islam dhe mejdani i hapur për thirrjen islame dhe një pozitë të lakmueshme që ka Islami brenda konjunkturave politike shqiptare, megjithse presioni është i madh, mirë po përsëri shifet se Islami dhe muslimanët megjithse nuk janë shumë aktiv politikisht, janë një pjesë e rëndësishme e zhvillimit politik, do thotë të shteteve shqiptare, qoftë Shqipëria, qoftë Kosova apo Maqedonia. Dhe kjo tregon se pasi që muslimanët e mbjetuan komunizmin e egër, kjo tregon se nëse atë s'kan arritur ta zhdukin Islamin, megjithse ka qenë ajo e planifikuar që një prej variantave të fundit, se nuk arritën sukses me luftat e kryqëzorëve që i përmendet ju kundër muslimanëve, tani ishte varianta e fundit komunizmi i egër, ateizmi i egër që të zhduket Islami, edhe ai variant
do thot nuk ka sukses. Tani etapa e demokracisë, megjithëse tani është lufta gjithsesi e shohim sidomos në Kosovë me këtë lëvizje për të rikthyer në fenë të parëve. Shihet edhe kjo se është me tendencë, është e orkestruar nga qarqet saktuara. Mirë, po megjithatë nuk arrin sukses të ndalë hovin e kthimit të popullit shqiptar, sidomos rinisë në islam. Pasi që Islami është fe e natyrshme, fe e fitratit, e naturalitetit, dhe kjo fe është logjike dhe është e përshtatshme për çdo njeri në botë. Na jemi dëshmitarë që edhe Perëndimi, Evropa perëndimore, po edhe Amerika, po edhe gjithë bota, kemi na çdo ditë edhe çdo muaj e çdo vit me dhjetra dhe qindra mijë njerëz që pranojnë Islamin. Pasi që Islami i përshtatet zhvillimit intelektual të tyre dhe nevojave psikofizike që kanë ata njerëz. E mos flasim për neve që këtë trashëgimi tani më shumë shekullore në Islam dhe që ja kemi pa hajrin këtij Islami, sepse na edhe numerikisht kemi mbet numër i rëndësishëm për planet gjeopolitike dhe gjeologjike të forcave të mëdha, dhe për shkak të Islamit ne jemi ky numër dhe jemi ky faktor. Faktikisht edhe këtu islamofobët dhe antiislamistët në vend se të na dekorojnë neve, ata na shohin edhe tentojnë me na paraqisi dele zez në integrimet tona euroatlantike. Dhe duke u nis nga kjo, i themi na të gjithë hoxhallarëve dhe të gjithë aktivistëve musliman që nuk duhet të friksohen për të ardhmen e Islamit tek populli shqiptar. E ardhmja e Islamit është e garantuar dhe ka me mbet me lejen e Allahut e Madhreshëm, do thot deri në ditën e Kiametit, veç duke u rit e as pak duke u paksu. Normalisht ajo që duhet të më brengos na është që a jemi na dinjitoz në përfaqësimin e Islamit dhe cili është kontributi jon në forcimin e pozicionit të Islamit dhe të muslimanëve në vendet tona. Këtu kemi hapësirë për të biseduar dhe unë mendoj se kjo lidhet me pikën e dytë për cilën do më fol, se thirrja islame daveti ndërtohet mbi dy parime bazë. E para është njohja e fesë, e dyta është njohja e popullit të cilët ja ofron fen. Edhe kjo është e marrur nga hadithi i Muadhit, hadithi i mirënjohur, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Muadh ibn Jabelin edhe Ebu Musa al-Ash'ariun i dërgon si emisar të tij në Yemen për të ftuar popullin yemenas në Islam. Edhe shifni si i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innaka tadhhabu ila qaumin min ahli kitab, ti je duke shkuar te një popull që janë i thartë të librit. Falyakun awwal ma tad'uhum ilayhim kalimatu la ilaha illa Allah, le të jetë puna e parë që ti fton ata fjala la ilaha illa Allah ose an yuwahhidu Allah, ta besojnë Allahun me monoteize. Në ky hadith i dha, do thot, këto parametra që përmendëm. E para, ja tregoi listën e prioriteteve fetare, që do thot fillon nga tauhidi, besimi, e pastaj rregullat fetare, tjera namazi e kështu me radhë, dhe e dyta që tham, do thot u dha informata historike dhe gjeografike për atë popull që i fton. E para se ata janë në Yemen, e dyta se ata janë i thartë të librit. Edhe këtu ne fatkeqësisht se kemi një përvojë goxha të begatshme tani e 3 dekada e gjysmë të thirrjes islame, sidomos pas rrëzimit të sistemit komunist edhe në Shqipëri, edhe në ish Jugosllavi. Megjithatë neve përsëri kemi mangësi edhe në kuptimin e mirë të fesë, edhe në artikulimin e rregullat të fesë në përputhje me nevojat ose pozicionin do të kulturor, mental, psikofizik të popullit shqiptar. Dhe gjithë ne jemi të vetëdijshëm se shpesh ne si nxënës dije në fillimet tona, po edhe tani don këto kohra, nëse arrim nivele të lakmueshme të diturive fetare, na mungojnë informatat mbi mentalitetin e popullit shqiptar. Edhe shpesh herë do thotë sidomos ata studentë dije, nxënës dije që jetojnë një kohë pak më gjatë në lindjen e mesme, do të kalon një dekadë apo 2, dhe shkëputen të rësisht ose janë shkëput nga tokat tona që nga koha rinore e tyre, do mund kanë shkuar dhe shkollën e mesme kanë kryer atje, që s'kan arrit që të kuptojnë mentalitetin e shqiptarëve dhe tani kuptojnë gjithashtu edhe rrymat politike, sepse fatkeqësisht rryma filozofike të shqiptarët nuk ka, sepse nuk ka mendim të thellë kritik filozofik e letrar, por ajo që sot dominon fatkeqësisht në pjesën e asaj që mund quhet mendim është mendimi publik edhe mendimi politik. Se mendim filozofik nuk ka, mendim religios nuk ka,
te ne në ish Jugosllavi na ka ndihmuar pak që të ketë një mendim kritik religjioz edhe tek muslimanët. Shkollat e orientalistëve që kanë qenë në Beograd, në Prishtinë edhe në Kroaci, ata kanë pas orientalistë të përgatitur mirë në shkencat fetare arabe dhe perse dhe osmanolog gjithashtu, dhe ata kanë dhënë një kontribut të madh për të dhënë informata tek jo muslimanët e Jugosllavisë, që të kenë informata mbi Islamin, ndë debate që bëhen, do thot, në botën e ish Jugosllavisë rreth Islamit dhe muslimanëve e kanë nivel shumë më të lartë se sa ajo që bëhet për shembull në Shqipëri, sepse shifrat ata janë tërësisht 9-0, jo në nivel të zeros. Sepse nuk e shfletojnë literaturën muslimane nga frika e indoktrinimit, nuk kanë literaturë të paanshme në gjuhën shqipe ose në gjuhë që din ata, edhe ngelen të painformuar në lidhje me Islamin, ose lexojnë në libra shumë tendencios islamofob ose anti-islamist, dhe normalisht pas e ngelen viktime atyre deklaratave, sikurse janë ata që lexojnë Natalie Clairin për shembull rreth Islamit dhe muslimanëve. Dhe në këto situata, do thot, ne muslimanët, hoxhallarët konkretisht dhe thjesht Islam, duhet edhe një herë, do thot, të vazhdojmë rrugën e studimit të fesë, sepse është një temë shumë e gjerë dhe askush prej neve nuk mund të pretendojë se do thot i ka kapërdi ose i ka marrë të gjitha detyrat e nevojshme. Dhe e dyta që mendoj se është në mangësi më të madhe është njohja domethënë mënyrës se si mendon një shqiptar bashkohor. Edhe kjo është një prej problemeve bashkëkohore, e kam biseduar edhe me disa miq të mi, hoxhallar dhe intelektualë edhe nga Shqipëria, edhe nga Kosova dhe nga Maqedonia, se ballafaqimi i pejgamberëve të Zotit me popujt e tyre ka qenë i vazhdueshëm dhe ata u kanë ofruar monoteizmin popujve të tyre dhe janë futur në debate logjike, filozofike në lidhje me faktin e ekzistimit të Zotit dhe argumente të shumta për demantu politeizmin që ka qenë dominant te popujt e pejgamberëve, profetëve, të cilët ata i ftonin në besim. Dhe ne sot do thot të pas parasysh se në çfarë niveli të zhytur janë, çfarë niveli të thellë janë të zhytur populli shqiptar në materializëm, dhe sidomos tani me punën e rrjeteve sociale dhe internetit, ku nuk i jepti thellësisë së mendimit sa i jepet rëndësi asaj që është joshës edhe tërheqëse për njonin e masës së gjerë, sidomos pjesës më të ulët të masës së gjerë, e ke shumë vështirë të ofrosh një zgjidhje alternativë në prizmën e besimit. Dhe kjo është temë që neve na detyron të kemi gjithashtu këtu figura të shumta nga populli jon, populli shqiptar që janë musliman praktikantë, që merren me studimin e zhvillimeve psikologjike dhe sociologjike e politike në vendet tona për të na ndihmuar neve hoxhallarëve, duke na ofruar në çfarë stadi ka evoluar mentaliteti shqiptar dhe cila mund të jetë domethënë mënyra më e mirë për t'i ftuar ata në Islam. Unë mendoj se këta dy komponentet dyjat janë lanë të gjalla dhe gjithë na kemi nevojë vazhdimisht të jemi të ndërlidhur me këto dy bota të diturisë, atë botën e diturive fetare dhe botën e diturive mbi zhvillimin e popullit shqiptar, që të ofrojmë Islamin në mënyrën më të mirë të mundshme për të bind të gjithë, domosdoshmë se Islami është zgjidhja e vetme dhe alternativa vetme për mirëqenie dhe për parim dhe për rahati shpirtërore, fizike, materiale, ekonomike, politike, sociale, kështu me radhë. Dhe çështja tjetër domosdoshmë është ajo që brenga kryesore e çdo muslimani shqiptar duhet të jetë udhëzimi i popullit të tij. Dhe të gjitha projektet tona duhet fillojnë dhe mbajnë në interesin e popullit tonë shqiptar. Dhe unë mendoj se edhe këtu her pas here kemi fenomene që lejthisin nga kjo objektiv, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur luteshte, njëra prej lutjeve kishte Allahumma ja'alna hudatan muhtadin. O Zot, na bëj neve të udhëzuar dhe udhëzues për tjerët. Do thot, kjo lutje është e përgjithshme për çdo besimtar. Besimtari pa marrë parasysh a është hoxh, do thot është i thirrur për të folur mbi fen, apo është musliman i thjesht e ka detyrë dhe obligim kumtimin dhe përcjelljen e mesazhit të Zotit. Siç ka në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, bellighu anni walau aya, kumtoni prej meje, përcjellni prej meje, nëse s'keni më shumë, atëherë edhe vetëm një ajet nëse e keni.
Dhe kumtimi dhe përcjellja e mesazheve të Zotit është detyrë dhe obligim për çdo musliman. Normalisht, pastaj mos futemi te pjesa e kumtimit, ajo është një pjesë me shembullin praktik, pjesa tjetër është me shembullin e thirrjes teorike, por ajo që ne duhet ta kemi parasysh të gjithë edhe duhet të jemi krenar me këtë fakt edhe duhet ta bëjmë do thot duke përdorur maksimalisht të gjitha forcat psikofizike që kemi na dhe ekonomike, që t'i ofrojmë popullit ton shqiptar islamin dhe ta bindim atë se zgjidhja ajo që e ka mbajt popullin shqiptar është islami dhe ajo që mund t'i garanton ardhmëri të lumtur është vetëm islami. Sepse perëndimi me gjithë zhvillimin e tij industrial, teknologjik, ushtarak edhe ekonomik, sot gjithë ne e dimë se është në krizë të jashtëzakonshme të madhe. E para, kriza domthon e madhe është demografike, që është më shumë evidente dhe gjithë shtetet e mëdha evropiane janë duke vajtu këtë gjendje të mjerueshme që në kanë ardhur. Po mos flasim pastaj për problemet ekonomike që vijojnë pas kësaj edhe problemet politike që vijnë nga zhvillimi i ekstremit të djathtë që ndodh në Evropë konkretisht dhe lufta që bëhet kundër emigrantëve me gjithë nevojës së madhe që kanë për krah pune e cila ekskluzivisht vjen prej emigrantëve. Këto situata do thotë na duhet me shfrytëzu maksimalisht dhe me insistue që gjitha projektet tona dhe aktivitetet tona të jenë të orientuara drejt popullit ton shqiptar dhe të arrijmë sukses të gjithë në vendet ku jetojmë na dhe ku gravitojmë, që t'i ofrojmë islamin në mënyrë më të mirë të mundshme dhe njerëzit nëse zbohen musliman praktikant spaku të kenë mendim të mirë për islamin dhe të bëhen mbrojtës së islamit ashtu sikur është një pjesë e madhe e popullit shqiptar në Maqedoni. Besoj që kjo është situatë shumë e qartë, gjithë na e dimë se populli shqiptar në Maqedoni është popull fetar, por nuk është popull fetar praktikant i gjithë, por është fetar me entuziazmin fetar që ka dhe me fanatizmin fetar që ka, e cila është reflektimi i asaj edukate fetare që kanë pas prindërit dhe gjyshët e tyre. Dhe normalisht ky fanatizëm dhe ky entuziazëm fetar, nëse përdoret dhe orientohet pozitivisht, del pastaj prej asaj edhe kalon në praktikë fetare që janë shembuj të shumtë që ndodhin domethënë në vendet tona. Por dua të them se ne në vendet ku Islami është më i dobët, duhet nëse arrim sukses që një pjesë të shoqërisë ku jetojmë na të kalojmë nga faza e almisisë dhe Islamit ose urrëties së Islamit në fazën e të jetë i anshëm karshi Islamit ose të jetë simpatizant i Islamit edhe mos jetë praktikant është fitore shumë e madhe, mos flasim nëse na arrim që t'i bindim ata që të bëhen musliman. Sipas disa informatorëve interne që i kam, fatmirësisht lëvizja e kthimit të jo muslimanëve në Islam ose të pafeve në Islam edhe në Shqipëri, po edhe në vende tjera është në rritje e sipër, sidomos te pjesa intelektuale e shoqërisë, sepse ata zakonisht janë njerëz që në këto rrethana kanë arritur shumë qëllime private të tyre në jetën e tyre, kanë arrit një stat të mirë ekonomik, një stat të mirë shoqëror, mirë po megjithatë nuk kanë arrit që të jenë të lumtur shpirtërisht dhe Islami u ka mungu. Dhe në momentin që ata janë njoftuar me Islamin dhe kanë dëgjuar një ligjërim të mirë për Islamin apo përgjigje të bukura prej hoxhallarëve mbi Islamin, ata kanë shtuar interesin për Islamin dhe fatmirësisht kemi shumë shembuj të njerëzve që kanë deklaruar shahadetin dhe pas deklarimit të shahadetit ata vetë janë bë do thotë thirrës në Islam, pasi që kanë përjetuar këtë nasinë e Islamit, janë bërë thirrës në Islam, sikur të ndodh kjo edhe në perëndim, në Evropën perëndimore sidomos. Dhe këto janë tre komponentat që na mendoja të ndaj me ju, e para se Islami është kader kozmologjik të shqiptarëve dhe se Islami s'ka më zhduk të shqiptarët asnjëherë, megjithëse luftat mund të jenë të ashpra, mund të jenë dobta, por Islami ka më mbet. E dyta do thotë, nëse duam të vazhdojmë me dave, duhet të thellohemi në lituritë fetare, edhe duhet njohim mirë mentalitetin shqiptar për të arritur sukses për gjetë formulën më të mirë të prezantimit të Islamit te populli jon. Dhe e treta, do t'ja kemi breng popullit ton, sepse populli jon janë prindërit ton, populli jon janë familjarët e ton, populli jon janë komshitë e ton, populli jon janë bashkëpunëtorët e ton, kolegët e ton e kështu me radhë. Fundi do thotë muslimani ka për detyrë dhe obligim të jetë aktiv në përmirësimin e gjendjes së një shoqërie, edhe normalisht gjëja e parë që ofron muslimani në përmirësimin e shoqërisë është monoteizmi, besimi në Allahun një, pastaj vijnë edhe rregulla tjera që nëse zbaton një njeri do të jetë i lumtur edhe vetë për vete, po edhe shoqëria ku jeton ai. Ka që kisha unë personat të ndaj me ju, pak fola shpejt ndoshta, mirë po inshallah isha i qartë dhe i dobishëm në lidhje me këtë temë që na u caktuar të jemi bashkë me
vëllaun ton Azemin bashkë me ju vëllezër Allah që bnderoft. edhe kush janë të pranishëm në këtë banë.